Mirëmbrëma Nxhiro me Syçin. Sonte do të flasim për teoritë konspirative. Teoritë konspirative kanë ekzistuar gjithë njerëzimin, por sot kur bota ka këtë informacion kaq të madh dhe kaq të shpejt, shumë analistë, shumë sociolog, politolog mendojnë që nuk ka më sekret bota sot. Dhe kështu duket, bota është shumë e hapur tashmë. Sidomos me dekadën e fundit, me gati 2 dekada tashmë, me rrjetet sociale e tjera. Megjithatë, a ekzistojnë teoritë konspirative? A ka të vërteta në teoritë konspirative? Pse bëhen teoritë konspirative? Më mirë se me Alfred Sakon, kjo nuk mund të diskutohet me asnjë njeri tjetër, një njeri që ka një influencër shumë të madh në rrjetet sociale dhe fatmirësisht, fatkeqësisht, secili ta shohë si mas mënyrët zvet e dëgjojnë shumë. Ka gjëra që i kanë dalë, ka gjëra që janë të vërteta në atë që thot, por a ka gjëra të shkëputura që i merr dhe monton një puzzle? Këtë le të na shpjegoj vetë zoti Alfred Sako. Fredi, mirë se ke ardhur, është me vërtet kënaqësi. Për gjitha këto që thash në hyrje, Fredi, çfarë do të thoni? Për shembull, besimi se e vërteta po fshihet nga publiku. Pse? Ose dyshimin, a është kjo për ngrit dyshim ndaj institucioneve zyrtare dhe për të arritur një qëllim? Apo është kjo e fundit që thash përdorimi i provave të pjeshme dhe pastaj i monton edhe krijon një puzzle në fantazi? Shiko, për mendimin tim, ata që quhen konspiracionist, po që në fakt janë dekonspiracionist, që zbulojnë konspiracionet e vërteta, të atyre që kanë mjete për ta bërë historinë, për mendimin tim, këta janë heronjtë e njerëzimit, sepse këta sakrifikohen duke punuar në çdo vend që janë, në çdo shtet dhe në çdo popull ku ata ndodhen, për të informuar publikun për komplotet që një elitë e vogël, e cila manipulon fijet e politikës në shumë vende të botës nëpërmjet organizatave legale dhe të fsheta, sekrete, këta që quhen konspiracionistë dhe që në fakt janë disa pa para të tjerëve, për disa të vërteta që me kalimin e kohës dalin që nuk kanë qenë fantazi, por kanë qenë planet të vërteta ku një pakicë e vogël kërkon ta bëjë historinë nga iracionale që e ka bërë Zoti ta bëjë racionale, nëpërmjet krijimit të disa kushteve që në filozofi quhen shkak pasojë, kur këta duan ta bëjnë historinë deterministe, pra të paracaktuar ashtu siç duan këta. Kurse elitat, kurse këta që quhen konspiracionistë, që në fakt janë dekonspiracionistë të konspiracioneve që bën elita, i paralajmërojnë popujt më përpara për planet që janë turur nga pakica për të kontrolluar dhe për të shfrytëzuar shumicën, ose edhe për të asgjësuar, nëpërmjet luftrave botërore, nëpërmjet pandemive, nëpërmjet proceseve të vaksinimit me vaksina të dëmshme për shëndetin dhe të rrezikshme për organizmin e njeriut dhe për riprodhimin. Këta në fakt janë heronjtë e njerëzimit. Dhe gjithmonë këta sakrifikojnë jetën e tyre duke dalë në konflikt me teoritë zyrtare, me pushtetin, me organet represive, se varet edhe në çfarë vend jetojnë. Mundet që jetojnë në vende gjysmë diktatoriale, ku për fjalën e lirë paguam. Për shembull të ishe në thonjza konspiracionist, ose një njeri që të tregonte konspiracionet në kohën e diktaturës Enver Hoxhës, për shembull, e pësonje me burg, me reperkusionet mëdha familjare, me internime. Pra ata që bëjnë një gjë të tillë pa përfitim, po thjesht me atë ndërgjegjen që ata kanë dhe me besimin që ata kanë, që janë duke u thënë një të vërtet të ardhshme që do t'ju ndodhë njerëzve, një proces ku shumica
përpishet të kontrollohet nga pakica, këta janë erojnë. Pra, këta nuk janë e para konspiracionist, janë te konspiracionist të konspiracioneve që bëjnë elitat që manipulojnë politikat e gjera globale nëpërmjet politikanëve, duke kapur partitë politike të dy krave kryesor dhe nëpërmjet liderit të tyre që bëhet kryetari i mazhorancës, rregullojnë disa ligje për shembull, këtu në Shqipëri për shembull, po bëhet ajo që quhet Smart City, që është një nga projektet e programit Rockefeller 2030, ku synohet që njerëzit të lënë zonat rurale dhe të futen në burgje të hapura, siç janë qytetet, dhe të luftohet prodhimi bujqësor dhe blektoral dhe gjithçka ushqimet, për shembull mishi, qumshi, të jenë sintetike, të mos ketë më nevojë për lop, për kafsh dhe për të prodhuar për shembull produkte ndryshme bujqësore, mjafton të jenë disa sera të mëdha që të plotësojnë nevojat, siç janë në Kinë sot, që të plotësojnë nevojat e popullsive të gjera me pak sipërfaqe të vogla, të ketë mundësi të ushqen me një lloj bujqësie intensive, po jo bujqësi organike dhe normale. Dhe njerëzit duan t'i mbledhin në këto qytete duke ju hapur mundësi për punë në qytete të mëdha, të cilat do të jenë të monitoruara nga kamerat në të gjithë territorin, që kur del nga shtëpia edhe derisa kthehesh prapë në shtëpi, ti ku do jesh. Monitorimi me kamera po thuj po bëhet në gjithë botën tash, kjo është për shkak sigurie. Po kjo është një lloj Big Brother. Kjo ka të mirat e veta, po ka të këqija të tjera të mëdha, sepse prandaj paguhen në çdo vend të botës policit, por krimi gjithmonë është i lidhur me politikën dhe kur politika nuk do që ta lejojë krimin, atëherë bëhet një Big Brother i madh, një, dhe e dyta kalohet në atë që quhet diktatura digjitale, ku spikat sidomos paraja digjitale nëpërmjet cilës do luftohet dhe nuk ka mundësi që të krijohet parë kriminale, sepse gjithçka do të jetë nëpërmjet aktivitetit legal dhe në këtë mënyrë zhduket krimi. Pra paraja digjitale dhe Smart City e zhdukin krimin, por edhe një qeveri për shembull që kërkon ta luftoj vërtet krimin edhe me mjetet tjera të zakonshme, klasike, e lufton. Për shembull, do të tregoj një histori të lezetshme. Kjo paraja digjitale, se unë kam një gjuhë emisione që nëse kjo do realizohet, shumë thonë do realizohet, shumë thonë nuk e besojnë, shumë thonë shumë shpejt do dali nga mënyrë. Kjo mund të krijojë kollaps të madh në një moment saktum. 2027 nuk do lejohet më keshi në vendet e zhvilluara. Ajo, si ka francezja që është drejtoreshe e Bankës Botërore. Po një prishje e sistemit me para digjitale shkatërron gjithë sistemin. Shiko, unë mendoj që do të ketë një blackout total bankar, do të ketë disa ditë goditje për shkak të këtyre luftrave, do sajohet edhe do bllokohet interneti, i cili në dijenin time është pronë e dinastisë Rothschild dhe është në një nëndetse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ande, po ty ish në Google të shikosh kush pronar internetit, s'ka pronar. Duke sikur është ajër ose një diçka që e prodhon natyra, në fakt nuk është ashtu. Interneti është një gjë e mistershme, e çuditshme, si mundet me këtë lloj energjie të padukshme të bësh transferimin e materialeve të shumta, të parave, çdo gjë, për shembull me një email ti me internet ke mundësi të dërgosh pa fund informacion, romane, libra, çfarë duash, dosje të ndryshme që i ke në kompjuter, i dërgon për të 10 e minutës, për 10 sekonda, 15 sekonda, i dërgon në çdo vend të botës, mund të flasësh në celular me video nëpërmjet internetit nga një anë e botës në anën tjetër. Kjo është me valet. Po kjo është një mrekulli interneti, po nuk ka pronar interneti de facto, po ty ish në Google të shikosh pronar interneti do s'ka pronar. Në fakt pronari kësaj janë Rothschildet, të cilët e kanë familja Rothschild, e kanë një nëndetse në Shtetet e Bashkuara dhe nëpërmjet saj prodhohet interneti që ja japin ata e shesin pastaj operatorëve parësor, këta e ushesin dytësorëve, tretësorëve dhe me radhë në për të gjitha. Televizion është nëpërmjet satelitit. Po mirë, edhe nëpërmjet satelitit, po këta e prodhojnë. Këta e prodhojnë në nëndecja bërthamore. Dhe këta do ta mbyllin për pak kohë internetin, për 6-7 ditë ndoshta, do thonë që u goditën kablot kështu, u goditën ashtu, do japin sa shpjegime, gjysmë shpjegime të pabesueshme dhe do goditet sistemi bankar i informacionit dhe
këta do t'i fshin, do t'i zerojnë, do bëjnë një bile që quhen në banking, pra askush nuk I ka askujt borxhe. Jubilet zakonisht bëheshin, kishte në lashtësi jubilet vogël, jubilet madh. Jubilet e vogël bëheshin çdo 7 vjet ku pastroheshin pasuri për shembull denin vlerë të saktuar, për shembull den 10 milion lekë të vjetra, $10.000, në qoftë se kam 7 vjet që ti kam, me ligjin e vjetër Romak, ato s'ka doshin. As të kisha, as më kisha, kupton? Kurse këto pasaj që ishin shifra të mëdha, ishin mbi 40 vjeçare, kalonin 40 vjet, kush I kishte para, për shembull, një vlerë shumë të madhe, ta them mbi $10.000, nuk I kishte pastroheshin një në 40 vjet. Edhe këtu do bëhet një jubile bankar, domethënë do goditet sistemi bankar dhe as bankat s'ju kanë depozituzve. Po, ky është me detyrim, do me thënë bankat nuk do t'ju njojnë më borxhet që ju kanë depozituzve, në qoftë se ti ke 10 milion lekë për shembull të vjetra në bankë, ty banka do të thotë nuk e di, u zhdukën nuk goditën gjithë baza e dhenave, nuk I kam, s'kam ashtu dhe do dalë ligj që as banka s'të kanë ty, as ti si ke bankës. Se ti mund I kesh marrë një kredi 200.000 euro bankës. Kupton? Edhe ti nuk I detyrohesh më bankës. Goditën gjitha dhe pasron. As atyre që I ka banka nuk detyrohet. As bankas ju ka njeriu, as njerëzit nuk I kanë më bankë. Sistemi, ai që thënë. Po pra, edhe do rifilloj çdo gjë me paranë digjitale. Jo më kot tash Po çfarë siguri e ka paraja digjitale? Po s'ka siguri sepse Se edhe ajo gjithë më thotë sistemi iku gjithë paraja. Po, ajo ka nga çka kam dëgjuar, ajo ka paraja digjitale ka vend dhe për abuzime e spekulime të mëdha. Po ka, nëse ti për shembull si syç që rebel do flasësh ndonjë gjë kundër qeverisë, kur ngrihesh në mëngjes, ti kam fshir lekët ose ta kam bllokuar. Ti s'ke qa paguan, do m'vish do më thuash muaj mirë një kafe, kupton? Me kam bloku lekët, kupton? Një lloj diktature. Po diktaturë, pra, ajo është për kontroll, është paraja digjitale, pasaporta digjitale, të gjitha do t'i kesh në telefon, libreza shëndetësore, kartë identiteti, s'ka me letër, portofol digital, çdo gjë do jetë tu në telefon. Në fakt ka filluar portofoli digital. Ka filluar dhe edhe shumë shpejt do jetë, do ta aplikojnë sepse me përjashtim të Anglisë që po reziston shumë kundër pasaportës digjitale, ata nuk pranojnë të japin dhenat e tyre identitare, po të vesh ti tash në për aeroporte të ndryshme të perëndimit, kam bën një si aparat kështu që të fotografon, të merr nga afër, të merr gjithë shenjat, kjo është i shkelje drejtave të njerëzit, sepse ja të marrun ty tash me zor të them, hajde këtu të fotografoj unë. Edhe shteti një subjekt I zakonshëm është, pse me kushtetut, pse shteti pas ka drejt me detyrim ty të ta marrë fotografin, të marrë gjurmën e gishtit, ti s'ke bërë ndonjë krim që të marrë, pse duhet ti marrë në liri, kur ti je njeri shumë normal, të marrë dhenat të ti ketë shteti, të mbaj një sked atje të kontrolloj me kamera ku vajte këta kove, çfarë folen nëpërmjet telefonit dhe nëpërmjet mikrochipit që duan të futin me detyrim, se do bëjnë një pandemi tash në fund, a mbaj mend to që po të them unë mbas 2-3 vjetësh kur më tres. Kur ka qenë pandemia të kam dëgjuar dhe ke thonë do vë mikrochipin, do fillojnë të tash nuk ndodhi. Jo, unë kam thënë, jo, s'më ke kuptuar. Njerëzit e dinë. Unë kam thënë kështu. Është agenda Rockefeller 2030. Në fund, mbas luftrave botërore dhe mbas një pandemie që do bëjmë prapë në fund mbas luftrave, do t'ju thonë njerëzve, doni shpëtim, shpëtimi është mikrochipi. Edhe duke qenë nëpër luftra ngërmadhe, të thuash tash gazianëve, në lloj zgjidhje, vetëm kështu mund të shpëtoni, prijeni gjysmën e këmbës. Dakor thon ata, vetëm na jepni ushqime dhe ujë dhe drita dhe ndërtesa ku të rrim të flem, kupton? Kështu është dhe mikrochipi. Do të thonë në fund, doni shpëtim, po, këto janë zgjidhjet. Pasaport digjitale, identitet digital, para digjitale, portofol digital dhe Smart City, burg me muret afër. Thatë do të ketë luftë botërore dhe një pandemi. Po, në fund do mbyllet me pandemi. Plandemi, jo pandemi. Plandemi, që është do të thotë pandemi. Pandemi organizuar nga njeriu. Plandemi. Pra që nuk është nga Zoti. Pandemit I bën Zoti, pandemit I bën njeriu. Do të thonë, ju besoni që vetë këto grupe, si më thotë që marrin tek konspiracion, këto do ta krijojnë pandemin. Po. Dakor. Dhe do të ketë dhe luftë botërore. Po. Kjo që po ndodh tash, të paktën këto që po I shoh. Po. Çfarë I quajnë këta tash? Këto unë I quaj lufta në Iran, lufta në Gjia. Unë këto I quaj lufta në Ukrainë. Gjithë këto vatrat nxehta ka dy armiq. Po. Ka dy armiq. Pakicët, këto elitat që duan të bëjnë historinë,
dhe shumicat që duan t'i shparosin, sepse tashi nëpërmjet robotikës nuk ka më nevojë për krahun e lirë të punës, për të punuar në fabrika punëtor, tashi punojnë robotët. Dhe këta duan të lënë një pjesë nga tashi më fal që po pres sot pashke lajme që duan me fut dhe robotën në Olimpijadë, është? Po, pra. Punët e shtëpisë, nëpër fabrika, polici në rrugë, arsimtarin, duan t'i bëjnë me inteligjencë artificiale. Domethënë vetëm 5-6 profesione do ngelen që do t'i bëjë njeriu. Tashi këta duan të lënë një shtresë të mesme, të pasur, që mund të jenë 5-6% e shoqërisë sotme njerëzore në çdo vend të botës, dhe vetë që mund të jenë një ose më pak se 1%. Pra, këta nga 7 miliard duan të lënë 500-600 milion banor. Dhe qa duan të bëjnë? Do të zhduken 6 miliard banor, 6,5 miliard? Po jo me njerë. Jo me njerë? Për 30-40 vjetë. Do të zhduken. Po që interesi ka? Ja si do zhduken. Nëpërmjet LGTB-ve, që nuk riprodohen. Nëpërmjet... Tashi, unë po t'jap një statistikë, po flasë sot. Po. LGBT-t janë 20% në kanë qenë lashësi. Po mirë mo, kanë qenë në mënyrë të natyrshme po që t'i nxiste shoqëria nuk ka pas. Statistikat janë që në Amerikë janë 7 deri në 8%. Këta pretendojnë që jemi 18 deri 20% tonë këta. Unë nuk e di se sa mund të jetë e vërteta. Po këto shoqatat e këtyre kur dalin që botojnë kështu. Jam dakord që i bëhet amplifikohen shumë në media, këtë asu nuk jam dakord. Pse do të amplifikohen? Do të bëjë çdet ai. Po jo, nuk po shaj. Unë po them që është drejt e tyre të bëjnë çfarë duan. Unë kam fjalën që ky për shembull nxitja dhe manipulimi këtyre nëpërmjet elementeve shtetëror. Në shkolla nuk jam dakord manipulohen fëmijët. Po pra, sepse duke i futur në këto shoqata, duke i joshur me gjëra ndryshme, për shembull që me ato politikat e wokizmit që u realizuan për shembull në Perëndim, ku këta kishin një përfaqësim në punësim, qoftë me detyrim, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetëror, ku shteti u theshte për shembull 20% vendeve të punës do t'i kenë këta. Dhe ty ai të thot pasaj që hajde se punën ta garantoj unë, hyrë këtu ke shoqatat tona, dhe fillojnë domethënë i futin në këto agjendat e tyre të këtyre homoseksualëve. Dhe tjetër mënyrë, nëpërmjet pijeve të ndryshme ulin virilitetin dhe potencën seksuale të meshkujve. Për shembull Coca-Cola, pije të tjera të ndryshme dobësojnë. Këtu jam dakord, janë dobë, biles Amerika ju ka kthy dhe ky Bob Kennedy që e pruni si sekretar për ushqimin. Po. E solli pikërisht se ky ka ngul shumë këmbë para se të vinte në kabinet, se ishte kundra Trumpit, po për ushqimin bio, për ushqimin e tjerë, sepse po edhe obeziteti, për shembull, vjen nga pikërisht nga ky ushqim. Janë këto ushqimet e tjera, për shembull qumshi plur, qumshat sintetik, ushqimet e ndryshme sintetike, patatinat, janë këto si kokoshka që edhe në mëngjes në qumësh, cornflakes, çfarë quhen këto? Cornflakes. Këto janë bërë të gjitha me një teknologji për të dëmtuar shëndetin e njeriut, kanë metale të rënda që mund të shkaktojnë autizëm, nëpërmjet vaksinave që gjithashtu nga një 10 milion që ka pasur para 30-40 vjetësh autizëm, tash i ka në çdo klasë fillore nga 1 autik ose nga 2 autik në 30 veta. Këta nuk janë në gjendje të riprodohen, duke hedhur nga ajri duke bërë ndotje të ajrit me metale ndryshme si alumin, mërkur dhe metale tjera të rënda që dobësojnë shëndetin e njeriut, duke elmuar këto barrat dhe ambientet e ndryshme që janë kafshët, ne duke ngrënë kafshët me një mish me cilësi të dobët ose të smur, shtojmë ato smundjet tona që kemi, nëpërmjet djallëzive të ndryshme si kolinosi, që nëpërmjet të cilit, nëpërmjet fluorideve dhe klorideve që ka kolinozi, bëjmë bllokimin e komunikimit, pra bllokimin e intuitës, duke bllokuar syrin e tretë, ku është intuita,
ose atë gjendrën hipotalamus, ku është shpirti duke i bërë njerëzit më pak komunikus me njeri tjetrin, më pak aktiv në jetën kolektive. Pra është një sistem i tërë. Është studuar për shembull që më përpara ne kemi ngrënë 2 vafte në ditë të parë tanë. Ka një shekull që kur Rockefellerët morën mjekësinë dhe e shikojnë atë si biznes të madh mbas naftës, se këto 2 biznese kryesore kishin ata, dhe arsimin Rockefellerët. Dhe gjithë mjekësinë shkencore e morën Rockefellerët. Dhe ata çdo hap që edhin në një drejtim të tillë që të dobësojnë shëndetin e njeriut. Dhe cilat janë këto dellëzi? Ata futën 3 vafte ushqimore, me qëllim që njerëzit të bëhen obez. Duke u bërë obez, ata do të prishin parametrat cilësore të jetës, të funksionimit. Duke prishur këto parametrat, ata do të rinë për farmacira dhe për ambulanca dhe spitale, duke marrë këto kimikatet të cilat edhe këto nga ana tjetër bëhen me djallëzi. Çfarë kanë këto ilaçet kimikatet farmacive? Këto 1/3 e kanë një substancë që lidhet me organin e dëmtuar, që e do organi dëmtuar. 1/3 e kanë me një lloj droge, heroine që të krijon varësi ty për atë ilaç dhe të qetëson për 1 orë ose 2 orë si droga. Dhe ajo 1/3 tjetër dëmton një organ që është aty afër. Për shembull, nëse tipi për temtin, atë dëmton mëlçinë pas 1 viti ose 2 vjetësh. Dhe ilaç quhet ai preparat që ti e përdor dhe që të çron. Për shembull, për 1 muaj ose për 20 ditë ose për 10 ditë, jo ai që e pi gjithë jetën. Pastaj këta kanë bërë dellëzira të tjera, kjo elita e vogël, që të mbajnë njerëzit të smurur. Këta hoqën shollën nga këpucët dhe futën gomën, që edhe ne kemi këtë gabim, sepse kjo është një djallëzi e madhe shumë komforte. Pse? Atletja me gomë është djalli që ne veshim në këmbë, sepse goma ne na izolon nga komunikimi me trupin e gjallë, me nenën e të gjitha që janë neve që është toka, e cila është një gjë e gjallë ashtu si dhe ne. Ka zemrën e vet, ka pulsin e vet, ka... Po që ti dhe ka sholla e komunikimi me toka? Goma të izolon, sholla është për lëkure, dhe në përmjet lëkurës ti merë vibrimet e nënës tokë dhe ty të ngrihet vibracioni dhe ti e ke gjendjen më të mirë dhe je mirë shëndetshëm. Ndërsa me shollën, me gomën ne izolohemi dhe nuk kemi kontakt. Ti të kthehemi nga pengat prap. Shpit, po ato janë shumë të mira. Shpit pre betonin, na izolojnë nga toka. Ne duhet kemi më përpara ne kishim shtëpi me troje, mbi truall, në shtëpitë që kam pasur dhe kishim kontakt direkt me tokën. Ne lëviznim me nallon e druri nëpër shtëpi, sepse kontakti dhe marrja e frekuencave të tokës ishte e shkëlqyer. Për shembull, sot toka ka një frekuencë prej 50-60 Hz. Ne kemi 7 Hz ose mund të jetë ngritur pak, mund të ketë vajtur 10 Hz frekuenca e njerëzve për shkak të evolucionit, po përsëri e kemi më të ulët se toka. Prandaj ne kemi nevojë kur dalim në natyrë, të ecim zbathur, të kapim një rajnë të madhe jo, dakor, të ecja zbathur i bën shumë mirë. Frekuencat. Këta tjetër ç'a bën? Këta ulën normat e diabetit. Këta ulën normat e parametrave të tjera të shëndetit të njeriut për t'i futur njerëzit në ilaçe, ulën tensionin. Këta thonë 12 me 8 ton tensioni. Jo, tensioni është shumë i mirë dhe 13 me 9. Kur jem mbi 40 vjeç dhe 14 me 10. Nuk është problem, ha? S'ka problem, 14 me 10 është fare normal. Kur kalon pasaj mbi 15, fillon ka probleme. Pse i futën këto parametra? Sa e ke tensionin? 9 me 13, duhet ta kesh 8 me 12 pa tjetër, edhe të futin. Ka të bëj me trashëgimin si temperatura, dikush e ka 36.5, dikush e ka 36.8, dikush e ka 36.9, kjo ka të bëj me origjinën familjare, me trashëgimin. Pra, këta konspiratorët e mëdhenj, që janë këta që duken sikur janë njerëzit më të mirë, luftohen nga njerëz si puna ime që i dekonspirojnë dhe për shembull Buzi Kuq që përdorin femrat. Ai ka mërkur, duke rënë në kontakt me mbështymën e femrës, me gjuhën, duke u futur brenda, ajo fut vazhdimisht mërkur, i cili me kalimin e kohës kthehet në një substancë të rrezikon për kancer. Ose për shembull dodorantet. Dodorantet janë diçka shumë e rrezikshme. Ose shampot që ne lajmi,
shpesher shampot janë me probleme. Sapuni e Mberogjës, është numër 1. Sapuni është live. Atje në ose mund të lash me sod. Fusim pak publicitet. Po, patjetër. Publicitet. Të Korçës, një diamant I rradh shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Sako, në gjë tjetër, çfarë do të përdori? Se unë jam dakord, domethënë po kthehet gjithë kultura tash ke bio. Biles po eliminojnë shumë medikamente për ti edhe kurimi popullor që kemi qujtë në ka qenë vjetrit, domethënë kështu kanë kuru shumë smundje. Po, e kanë bajtur atë cilësinë e trupit të tyre dhe imunitetin në nivel shumë të lartë. Duhen marrë këto vajrat bimore të ndryshme që I bëjnë këtu është një Usta Vasili quhet këtu në Selvia, 200 metra pa vajtur Selvia, atje u rekomandoj njerëzve të marrin vajra dhe esenca, të përdorin vajin e piperit zi, vajin e rozmarinës, vajin e luleshjerës, edhe më fal që po edhe parfumet kote lasha kanë qenë përdor natyrale ishin me vajra. Këto arabet janë të mira, këto parfumet arabe janë natyrale ato, kurse këto perëndimorët këto janë me probleme, edhe shampot e këto, unë ju them njerëzve mos I përdorni, shmangini sa më shumë launi me sodë kaustike më. Lau me sodë, s'ka asnjë gjë. Pse ti bësh me këto sjetullat, ti lash me ti bësh me atë antidiers. Mbaj një limon në makinë, prije, shtrydhe në dorë, laj sjetullat I ku era, kupton me bio. Nuk ka nevojë të përdorësh këto. Ose për shembull në kuzhinë, gratë tona përdorin ende kripe odizuar, vinë ata në dyqan këta, janë edhe ignorant këta të ushqimit. Ke krip të odizuar, duhet me odizim, ato s'kan asnjë mineral. Një mineral kanë dhe alumin janë të mbushura në elm, ato kripet e odizuar atje. Krip deti e zezë, e zotit, ajo e Vlorës, mere ajo e zeza, ka të larë, po dhe pa larë, po tjetë, e la në I kullorë se të madhe makaronash, një tepsi po tjetë dimër, e fut në stofë, e thanë, e shtyp me njokla I ose me shishe, e mban atje në 2 kavanos. Nuk I mineralit kur e lanë? Jo, si I mineralit, I del balta, se ajo mund të ketë pak balt, kur del edhe duke e larë pak me ujë të ngrohtë, ajo bie një pjesë që janë të imta tretet, del ujë, kurse pjesa që ngelet është e pastruar, po të jetë ngrohtë vap që të jetë verë, lëni tepsi jashtë në hije, të thajtë, po si që kam bërë të parë tanë, në mënyrë që mos ju ndani kripët zezë, dhe gatim, jo me vajra të këtyre lulet djeli e këto, janë qelpsira, janë helme, ushqimi qepa kur skuqet pranon vetëm gjalpin me temperaturë të lartë ose vajin e kokosit. Skuqet me atë dhe pastaj hidhet në gjellë, zjehet pa vaj gjella. Dhe mundësisht të zjej nga dalë dhe për një kohë më të gjatë, jo me njëre. Vaj është kanceros. Po, dhe kur mbaron që eth në përpjata për ta ngrenë, kur temperatura është e përshtatshme për ta ngrenë, hidhet sipas dëshirës një sasi vaj ulliri I ekstra I virgjër që të roni gjatë, edhe duhet të kontrolloni dhe peshë. Sako. Dhe oksigjenim sa më shumë në natyrë. Po bëhet luftë e madhe në Amerikë tash për hek ushqimet e fërguara, sepse vaj I djegur, e imagjino restorante që e djegin gjithë, ai është kancer I gjallë, kancer I gjallë, dhe po ta shohësh ai bëhet si hel. Ka bërë një punë të mirë Kennedy shumë si ministër I shëndetësisë, ai po punon shumë që për të hequr këto ushqime të industrisë ushqimore. Po. Pra, njerëzit duhet I kenë parasysh këto gjëra. Për të kthyer shqetësimet e katunit ton. Po. Megjithëse ne nuk jemi kërthiza botës, por në situatën që po jetojmë tash, në një nuk mund ta quaj konflikt, por në një ashpërsi të marrëdhënieve Europë-Amerikë, me politikat e Trumpit, me krizën në lindjen e mesme, në Izrael, Palestinë, tash në Iran, lufta në Ukrainë, ekstremet e djathta po forcohen në Europë, megjithëse ra
megjithëse ka edhe ky tjetri i djathtë është ky i Hungarisë, Orbani. Ky është i qendrës, ky që fitoi. Po prap nga e djathta ana. Po. Siç Trump kërcënon vazhdimisht që do të dalë nga NATO, po doli nga NATO, Amerika o prish NATO. Ku jemi ne dhe çfarë po luan politika jonë? Ose kush e kontrollon politikën tonë? Ose kush është, sepse në kohë të tilla historia na ka vërtetuar që kur të mëdhenj kapin me shkelba ne nuk dim ka shkëm as ne. Është shpreha kur zihen atlarë shkelmat janë gomarët. Atlarë quhen kuajt, kur zihen kuajt shkelmat janë gomarët. Shiko, ti e the me pak fjala të situatën sot, unë ta thash që gjithçka është lojë, të gjithë janë bashkë, po disa e kuptojnë, disa nuk e kuptojnë, duke i pasur në kontroll disa politikanë të vendeve të ndryshme, i thonë do ecësh këte në politikë dhe ju ecën pa e ditur sepse i thonë atje se nuk e di puzzlin se si e kanë kryuar ata lartë. Po pjesa me rëndësishme politikanëve besoj që e din puzzlin dhe e din pse i urdhrojnë të bëjnë veprime të ndryshme. Unë them që qendra e botës është City of London. Tuke ne e di Fredsakoj. Për afërsisht. Kupton? Di thelbin e puzzlit, por këta të tjerë besoj që... Nga politikanët, jo? Rama e di? Mund të ketë kuptuar në një gjë, por shumë pak. Po më kanë thënë që më ndjek shumë mua kur dal flas edhe ndoshta edhe nga këto që them unë kam mësuar diçka. Se bëj edhe pak humora. Tashi unë them që qendra e botës është City of London. Aty është dyshja ose koka e komplotit madh botëror. Londër. Është njëra degë është pushteti politik, që është familja dinastia mbretërore, Charlie III me pasardhësit e vet, dhe koka tjetër është financiare, që është koka e dinastisë Rothschild, të cilët zotërojnë me llogaritë të thjeshtë që u kanë bërë mbi $500 trilion. 500 trilion dollar. Domethënë në qoftë se GDP e Shtetet Bashkuara është rreth 33 trilion dollar, ajo është, imagjinoje, 15-20 fish më shumë se GDP e Shtetet Bashkuara, ka një familje vetëm me para dhe duke zotëruar ka shumë para, ata do t'jenë në gjendje që ta drejtojnë anien e historisë në ato drejtime që ata duan. Dhe unë mendoj qëllimi është ky që të thash, agenda Rockefeller, sepse këto dy familje, Rothschild dhe Rockefeller, janë familje shumë të fuqishme që kanë bërë historinë këto 100 vjet të fundit. Dhe këta duan të eliminojnë shtresën e ulët, shtresën e varfër nëpërmjet luftrave, duke i marrë ushtarë, se këto marrin ushtarë, këta varfrit do marrin. Po, gjithmonë varfrit dhe në luftë. Nëpërmjet urisë, nëpërmjet rritjes së çmimeve. Sot dëgjova nga luftrat që janë tashti, 38 milion njerëz janë varfërit urie. Po, edhe këta do vdesin. Këta që ka shkaktuar luftrat, këta do vdesin. Këto luftrat këtë moment. Pse u bë lufta Rusi-Ukrainë? Sepse në tokat e Ukrainës dhe të Rusisë në territorin e tyre kufitar, prodhoheshe mbi 25% e dritrave botëror, që furnizoheshe Afrika dhe shumë vende të tjera. Tashi këto nuk prodhohen më, pra ka rënë fuqia 25% e dritra. Për shkak të rritjes së çmimeve dhe ato dritra që shiten, nuk shiten sepse për shkak të rritjes së çmimeve nga ulja e ofertës ka rënë kërkesa, sepse ti nuk mund të marrësh 3 bukë, në qoftë se buka sot shkon 15.000 lekë, po do marrësh 1 ose 2 edhe do rregullohesh me pak. Po, dhe inflacioni, blera e paras është njëkohësisht duke bërë efektin e vet, duke ulur atë fuqinë e paras, inflacioni, dhe këto ulin nivelin e ETS-s. Ulja nivelit të ETS-s godet shtresat më të ulta, të cilat pas disa vitesh për shkak të smundjeve, për shkak të urisë, për shkak të luftrave, shkon drejt zhdukjes dhe drejt çfarës. Po çfarë interesi kanë ky grup i vogël që bën gjithë këto? Shiko, ata s'kan nevojë për para, ata kanë para, ata kanë para sa interesi kanë që të zhdukin, krijojnë këtë varfëri, këtë shkatërrim, ku çfarë interesi kanë? Ja, pse e kuptova. Këta
nuk i kontrollojnë dot një numër kaq të madh, duke u rritur në një sipas ligjit progresionit gjeometrik, kur të mirat shtohen me progresion aritmetik, që është teoria e Malthusit, librin e cilit e kam përkthyer unë, është libri i parë i shtëpisë time botuese Helga Sikrit, dhe për këtë arsye ata nuk mund të kontrollojnë dot kaq shumë hamsa të tepër të planetit. Kështu që tashi që kanë dhe inteligjencën artificiale, shiko, do vriten shumë edhe me vaksinat, edhe me mikrochipin do vrasin. Nuk u vrani, u thatë atëherë kur ishte Covid-i, thatë do të vdesin shumë. Po, kam tekur 30 milion në botë. Nga vaksinat 30 milion të rinj. Kam tekur. Jo, më kur dikim 30 milion. Në botë, 30 milion të rinj. Shikoj, unë ndjekë, updatoj. 28 deri 30 milion. Shikoj, vdekje nga, po, duhet të shikosh në këto faqet e këtyre që thonë të vërtetën, jo të OKB-s, se OKB-ja mashtron. Dhe në përmjet mikrochipit, qa do bëjnë këta? Me mikrochip, në qoftë se ti je rebel dhe përpiqesh të shkaktosh rebelime dhe këtë të tjerët kundër sistemit, atëherë këta natën, duke qenë se mikrochipi jot ka një numër të personalizuar dhe një valë të personalizuar, nëpërmjet rrjetit të antena 5G apo që mund të bëhen 6G, 7G, ata të dërgojnë një valë me frekuencë të lartë, ku ti pëson një goditje ose një atak në zemër, në gjumë, dhe të gjithë mendojnë që vdiq për shkaqet natyrshme, natyrale, sidomos ta që thonë se ekzistojnë këto që kanë 7 milion thotë. Ka 28 deri 30 milion. Jo, më dhe kaq më duket shifër e madhe, 7 milion. Kam tekur mbi 25-28 milion. Se unë ndjek këto faqet e këtyre doktorëve që kanë qenë kundër pandemisë dhe Covidit. Dhe po, ke drejt, numri real është 15 deri 30 milion. Po, bro. Wow, shifër. Nuk flas kur kotën. Dhe tashi, qa do ndodhë? Këta kanë sajuar kastile këtë konfliktin tashi midis NATO-s evropiane dhe Shtetet Bashkuara, që NATO evropiane nuk i përkrah Shtetet Bashkuara dhe nuk shkon në Ormuz për të ndihmuar Amerikën kundër Iranit. Në fakt dhe Irani është pjesë e lojës. Janë në njëjta skemë, mos harroni që Ayatollah u dërguan nga Franca, francezët e dërguan, dhe një nga agentët kryesor të MI6-it. Pavli amerikan dhe hoqën. Po, një nga agentët kryesor të MI6-it që ishte ambasador në Iran e ka shoqëruar në të gjitha vendet kur ka ardhur ky, ai pari, jo këta Ali Khamenei, atë Khomeinin. Dhe edhe ky e njëjta gjë, domethënë ka qenë i ardhur nga Franca, dhe këta bëjnë një lojë të përbashkët. Kinezët dhe rusët japin armatime që këta të qëndrojnë të fortë dhe që lufta të vazhdojë. Tash kush është qëllimi? Qëllimi është, ju kujtohet që kam thënë që do vej çmimi litri naftës 10 euro? Ju kam thënë para 3-4 vjetësh, njerëzit më theshin, unë ju kam thënë, është agenda 2030, ju kam thënë, brenda këtij arku dëm 2030 do ndodhin këto gjëra. Ata më thonë mua, ku ka vajtur? Cako, ajo litri i naftës 10 euro. Prit, se s'keni parë gjë akoma. Do të vej 10, do ta kaloj 10. Ju kam thënë që një banane do vej 50 euro, po ta gjeni, se dhe mund mos e gjeni, mund t'jepni dhe 200 euro dhe të mos e gjeni. E di që ndonjëri do më shkruaj për një muaj, cako ku i ke, ja fut kot. Prit, brenda 2030-s janë të gjitha këto që do ndodhin. 2030. Një banane 50 euro do shkoj. Po e gjetën, sepse do ndërpritet rrugët e transportit, do ndërpritet tregtia. Po mirë, atëherë do bëhet bota blackout. Shiko, çfarë po realizohet në lufta në Gjirin Persik? Aty ka 20% të naftës botërore. Aty po bllokohet prodhimi naftës. Kjo mungesa e ofertës ngret çmimin. Tjetër, çfarë po ndodh? Huthit, pse janë lënë aty në ngushtica e detit Kuquthit? Pse s'mund t'i zhdukte dot Shtetet e Bashkuara dhe NATO një ushtri me pushke me automatik 1 milion njerëz me 3 avion i shpartallon, i zhduk të gjithë. I lën vet ata. Edhe i armatosin dhe vetë me mënyra ndryshme dhe ata blokojnë detin e Kuq. Ndërpritet transporti dhe komunikimi tregtar midis
Azisë dhe Evropës dhe anasjeltas. Midis Evropës dhe Azisë. Ajo është nyja gordiane që mban gjallë tregtin midis Azisë dhe Evropës. Do ta bllokojnë dhe atë shumë shpejt. Do gjej pretekste Irani, jo pse na goditët su donit na merrni ishullin kark, i dham urdhërit Huthit ta bllokojnë, po përveç saj dhe në Eritre dhe në Sudan nga krahu perëndimor i ngushticës, të dyja krahat i kontrollon Irani me ca ushtar me automatik, e me ca nga këto antitanket që edhin dhe që godasin anijet. Kupton, dhe Amerika gjoja nuk i stabilizon dot, nuk i nështron dot me Anglinë dhe me Francën, se ajo është korridor jetik për Evropën, aty duhet ndryhy Evropa patjetër që ta liroj, kupton, gjoja nuk e eliminojnë dot. Se skema që të mos ketë transport, dhe prandaj them, edhe i banane do ve 50 euro qofse o takini, pse? Se do bllokohet Gibraltari, duke hyrë në luftë Amerika me Evropën, Gibraltarin e kontrollon Anglia. Nuk do lejoj dhe Amerikanët tynë. Amerikanët do kundërpërgjigjen, do marrin Groenlandën, do t'i marrin Kanadan, Evropa do i Do t'i marrin Kanadan në kërë. Do t'i marrë, ja, këtu do jemi, dhe më 2030. Evropa do hynë në luftë me Rusin më 2027, Amerika do marrë, do izolohet. Evropa do hynë luftë me Rusin. Pa tjetër. Nuk diskutohet. 2027 në vitin tjetër. Do më tresësh në fund 2027. Jo më do tres më përpara se ti e pastaj. Po, cako për ta përmbledh. Dhe Shqipëria tash, kush pozicioni i Shqipërisë? Domthon çfarë do të ndodhi me se kjo që thotë ju, gjitha $50 banania lufta këtu, do bota do të bëhet blackout. Unë shqiptarëve u bi thirrje, tash është periudha e mbjelljeve. Mbillni, mos lini asnjë tokë bosh se do ta derthni kokrën e lotit kaq. Pse? Në qoftë se hyn Evropa në luftë dhe në qoftë se bllokojnë këto rrjetet tregtare. Edhe në qoftë se Serbia bën ndonjë provokim, me njerë, ose fillon luftë Greqi-Turqi, se shumë shpejt do i Greqi-Turqi dhe Izraeli do jetë në krah me Greqinë kundër Turqisë për ta coptuar. Dhe nuk do ketë më furnizime. Kur të vinin për dyqane, do t'i gjeni bosh për 3 ditë. Po bosh, sa të filloj paniku, bosh. Prandaj, mbani rezerva, mbani miell, mbani grur që nuk prishen, mbani ara, mbani bajame, mbani vaj, mbani gjalp, mbani sallo, ruajni në për ato bimcat e vjetra që kemi patur ne. Po mirë, sa shtyrin me këta, sa do të vazhdoj? Mbani oris, mbani makarona. Sa vazhdoj Shiko, në çdo depo, merrni Coca-Cola bosh nga këto të ujit, çpojni me cigare me 4-5 vrima, mbushini me fotoksinë brenda, mbyllini dhe lerini atje në përbodrumet, nuk prishen kur, vetëm çdo një vit duhet i ndroni fotoksinat. Prandaj, mbani ushqime të shpëtoni fëmijët tuaj për këto periudha 2-3 vjeçare që mund të filloj lufta. Unë nuk ja bëj këtë thirrje shtetit, se shteti s'kupton gjë, s'merr vesh gjë se ç'a bëhet, edhe është e kohë të bisedosh me këta. Që të mos prishen orizi, mielli, kush ka mundësi në një kazan të madh në fshat 70 gradë, e kalon njerë mielin edhe orizin dhe vriten gjitha mikrobet, nuk rojnë do më të mbi 70 gradë, e kalon njerë atje, e mbyll në për qypa, edhe ju fut fotoksinën brenda, si që thash me Coca-Cola, nuk prishet 5 vjet, 6 vjet, deri në vitin 2032 i keni të sigurta dhe mielin dhe çdo gjë. Inshallah nuk ka nevojë nga këto që ju them unë, nga këto këshilla, nuk keni asnjë gjë të keqe, vetëse të mirë dhe do muroja familje që do t'i zbatoj këto që u them unë. Fundit, shkurt. Po. Me gjithë to që thatë ju, do të ndryshojë dhe harta geopolitike. Ku do të jetë bota shqiptare? Kur them bota shqiptare, Shqipëri, Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë. Shiko, shqiptarët për shkak të ndërtimit të këtyre kullave të larta me influencën dhe me atë ideimin e njerëzve të fuqishëm si George Soros, i cili është një zëdhanës si Rothschildve dhe që ka patur... Mi, po këtë të riu që u zgjodh në Ungari këtë mbështet George Soros, jo? Po, e di. Këto kullat e larta që po bëhen, kështu Rama ndoshta se di, po ata duan ta kenë ndoshta një Izrael të dytë që në qoftë se shkatrohet Izraeli atje nga lufta, se edhe mund të shkatrohet për momentin, ose mund të ketë pjesë më dhatë popullsisë që deziluzionohen nga lufta dhe që protestojnë, këta mund t'i dërgojnë midis tjerave dhe në këto kullat që bëhen në Shqipëri.
Ndërkohë, qeveria shqiptare nuk është përpjekur t'i mbajë shqiptarët tu dhe ka një largim të madh gjithnjë më shumë të shqiptarëve për shkak se të pagave të ulta, për shkak të korrupsionit të lartë, se për shkak të informalitetit në ekonominë. Ky fenomen nuk është si pas gjithë botën tash kjo. Korrupsioni, pagat, inflacioni sigurisht ka bë uljen e pagave reale. Në qoftë se Rama do bëj sistem presidencial me president fort dhe me zgjedhje nga populli, unë do jem një nga kandidatët për president. Dhe unë pikërisht këto gjëra po fitova dhe shpresoj të fitoj, dua vetëm një mandat do ri dhe pastaj do përgatis njerëzit e ngjashëm me idetë mia që ta marrin ata dhe ta drejtojnë Shqipërinë. Unë do luftoj korrupsionin në tendera. Do ngret të ardhurat në buxhet nëpërmjet luftës kundër informalitetit. Do formalizoj ekonominë ngrihe, e cila nuk është ekonomi kriminale, po është e patatuar, sepse punon në zezë. Pra ekonominë e zezë, jo kriminale, pra jo këto që vinë të ardhura nga droga, prostitucioni, nga lojrat e patit e nuk e di nga bastet, por ekonomi, për shembull, ti ke një dyqan që shet atje ke pallati, edhe realizon ca të ardhura. Unë do të them, dëgjoj, ti formalizohet dhe 5% të këtyre të fitimeve që ke, jepja shtetit. Më kupton, dhe në këtë mënyrë të forcoj buxhetin e shtetit. Duke forcuar buxhetin e shtetit, do rrit pagat. Duke rritur pagat, nuk do lejoj shqiptarët. Çfarë fuqi e keti për të bërë shkurtimisht? Çfarë fuqi e keti për ta bërë këtë, se nëse zgjidhesh president, nëse jemi republikë presidenciale. Jo, po jemi republikë parlamentare. Do ndryshoj kushtetutën. Do ndryshoj kushtetutën. Do ta bëj republikë presidenciale. Kështu ka thënë Rama, dhe Rama kërkon ta ketë si streh shpëtimit 2 mandate. Mandatin e presidentit që të shpëtojë nga këto akuzat që ka këto gjithë këto vite që ka bërë në politikë. Po të vesh përballë Ramës ja merr? Po, jam i bindur që mund.